Sot është festa e ditës së verës. Ne kemi vite dhe në kohën e Enverit e festonin fshehurazi. Te kjo lagje, ku jam lindur dhe rritur, normalisht lagja ka ndryshuar shumë, por që zjarri ka mbetur i njëjtë. Edhe në qytetin e Korçës janë ndezur një natë më parë zjarret e ditës së verës, e quajtur ndryshe si dita e largimit të dimrit. Kjo festë pagane ka krijuar tashmë traditën e saj tek banorët e qytetit, të cilët përveç ndezjes së zjarreve dhe kapërcimit të tyre për të larguar të këqijat e dimrit, gatuajnë edhe një sër produktesh të veçanta në shtëpitë e tyre. Simboliku është zjarri që e bëjmë. Fiket zjarri nga shumë flakët, e ka përzejmë 3 herë. Në shtëpi gatuajmë vezë, kulaçka me rushka, me ara, qarë të kemi. Dolma bëjmë, plus veme dhe verorkat, ja unë e kam vend verorkën. Ndezim zjarë, bëjmë kulaç, bëjmë vezë, vem verore. Neve sa festojmë ditën e verës. Festojmë me gjithë lumturi. Sonte është dita e verës. Ke frikë ta kapërcësh zjarrin? Jo, E ke kapërcyer? po, Sa herë ka kapërcyer? 3. Zjarri ndizet një ditë përpara për të simbolizuar ikjen e dimrit dhe ardhjen e pranverës. Kryesisht bëhen gatime tradicionale shqiptare, kryesisht veza bëhet me ngjyrën e kuqe, kulaçkat, fiku i thatë vendoset në gatimet, shpërndahet tek njerëzit, tek familjarët, tek miqt. Me urimin për një verë të mbare me shëndet për çdo familje, qytetarët kanë vijuar të festojnë deri në orët e vona të natës.